Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenković, nga Brukseli, ku po merr pjesë në takimin e Këshillit Evropian, i ka reaguar Serbisë në lidhje me deklaratën trepalçe të nënshkruar në fushatën e mbrojtjes dhe sigurisë nga Kosova, Shqipëria dhe Kroacia. Në vazhdimsi, Serbia ka cilësuar nënshkrimin e kësaj deklarate si provokim, madje presidenti serb Aleksandar Vučić pretendoi se nënshkrimi i saj shkel të ashtu quajtur marrëveshje nën-rajonale për kontrollin e armëve dhe se Kroacia e Shqipëria nuk kanë informuar NATO-n për gjithçka. Marrëveshja nuk ka natyrë armiqësore, reagoi Plenković mbi këto deklarata nga Brukseli kur tha se kjo është një marrëveshje normale dhe se Kroacia nuk ka nevojë të pyesë Serbinë apo NATO-n rreth kësaj. Këto janë marrëveshje normale, ne ishim në një pozicion për të krijuar një dokument që ndihmon përpjekjet tona për reformë. Nuk ka natyrë armiqësore, kuptoj se duhet kërkojmë një armik tek ne, po kjo nuk ka natyrë armiqësore. Kroacia nuk ka nevojë të pyesë askënd për këtë as Serbinë as NATO-n, ka thënë ai sipas N1, transmeton National. Mes të tjerave, Plenković para gazetarëve ka thënë se do të shfrytëzojë takimin e Këshillit Evropian që të rregjë vëmendjen rreth asaj që po ndodh në rajon. Duhet përcjellim stabilitetin në Bosnjë Hercegovinë dhe situatën në Serbi, është koha për të përqendruar një pjesë të vëmendjes sonë në zonën më që ka dëshmuar të jetë ndezëse e viteve të fundit të luftrave, ka shtuar ai.